U godit në kokë gjatë ndeshjes pak javë më parë, ndërron jetë në moshën 18 vjeçare ish futbollisti i njohur. Bayern Munich ka dhënë një lajm të trishtë këtë njëjtë. Ish futbollisti i skuadrës gjermane, Yezhuan Guo, ka ndruar jetën në moshën 18 vjeçare. Futbollisti kinez besoi një dëmtim të rënd pak javë më parë gjatë një ndeshjeje miqësore në Spanjë. Ai u godit me gjuhë në kokë nga një kundërshtar dhe dëmtimi rezultoi fatal, duke i marrë jetën pas disa javëve përpjekje. Yezhuan Guo ishte pjesë e Bayern Munich në Kupën e Botës për klube në vitin 2023, pasi bavarezët e kanë në traditën e tyre t'i marrin lojtar të talentuar në këtë garë. FC Bayern është në zi për ndarjen nga jeta të Guo, ish lojtarit të skuadrës sonë në botëror, i cili ka vdekur në moshën 18 vjeçare në vendlindjen e tij kin. Ai ndroi jetë pas një dëmtimi të rëndë në kokë pas një aksidenti tragjik gjatë një ndeshje stërvitore në Spanjë me 6 shkurt. Mendimet e klubit janë me familjen dhe miqtë e tij. Qendërmbrojtësi ishte pjesë e skuadrës së FC Bayern në 2023 në botërorin e klubeve, e cila u jep lojtarëve të talentuar nga e gjithë bota mundësinë për t'u shfaqur për futbollin profesionist. Yezhuan gjithashtu përfaqësoi kinën në nivelin e të rinjve, thuhet në komunikatën e Bayernit.